Jemi në shtëpinë e zotrit Gjemal Kasniqi, për të cilin kemi një letër që ja kanë dërguar 3 fëmijët e tij, të cilët jetojnë në Gjermani. Të të Gjemaj, faleminderit shumë që ju bo pjesë e jona dhe që na ke hapë dyert e shtëpisë. Mirë se ardhët. A e ke dikë jashtë, a e ke ndonjë ide se prej kujt mundet me qenë kjo letër e cila është dorëzuar për ty sot? Po jashtë kom plot, kom shumë, i kom fëmijën jashtë, qikat i kom jashtë. Nuk po ju tregoj prej kujt e ke një letrën, thjesht po të kërkoj me hapë dhe po besoj që pastaj do të më kuptoj vetë. Po fëmija, qikat djali edhe mesa. Për babin tonë, për 60 vjetorin e lindjes tënde, duham të të themi disa fjalë. S'muj. Muj se emocionet i kom shumë të mëdha që se më lanë pakajtë. Sot jemi ullur të 3 fëmijët tuaj për t'i përshkruar disa fjalë që ti aq shumë je meriton. Nuk e dim sa nga t'ja fillojmë. Së pari, për t'i gjetër fjalët për njeriun si që ti, sepse sado që t'i zgjedhim ato fjalë nuk janë të mjaftueshme. Ti meriton më shumë. Për babin tonë, për 60 vjetorin e lindjes tënde, duam të të themi disa fjalë për ty, babe. Sot jemi ullur në 3 fëmijët tuaj, për të shkruar disa fjalë që ti aq shumë i meriton. Nuk e dim nga t'ja fillojmë së pari, për të gjetur fjalët për njeriu si që je ti, sepse sado që ne t'i zgjedhim ato fjalë, nuk janë të mjaftueshme. Ti meriton më shumë, ti meriton gjithçka të mirë nga ne. Babaj është dashuria pa kufi për vajzat dhe heroi i parë për të birin. Ti u rritën një familje të madhe dhe si i ri u bërë shtylla e shtëpisë. Të gjitha përgjegjësitë i morën mbi vete, që familjes mos t'i mungoj asgjë, derisa gjyshi u kthye nga gurbeti. Ti bab nuk e kishe lënë asnjëherë familjen dhe Kosovën, vetëm atëherë kur ishe i detyruar të shkoje ushtar, por ndarja në gurbet ishte më e dëmshmja dhe më e vështira. Kjo rrugë që zgjati plot 2 javë, ishte rrugë e zorit dhe sakrificës. 2 javë pa ditur as vetë se ku do të ndaleshe dhe cili do të jetë shteti i ri për ty, pa ditur familja jote se ku je dhe si po i kalon ata kufi. Pas 2 javëve ti arritën në Gjermani, vendi ku do të filloje një jetë të re. U ndodhen nga më të dashurit tuaj, prindrit, motrat e vëllezrit, me breg në shpirt e me dhëmbje në zemër, sepse e di e mirë që gurbeti nuk është i lehtë. Pas shumë viteve u ktheve në atë dhej, për të filluar një pjesë tjetër të jetës. U njoftove me një vajzë të re që pastaj u martove, e nga martesa lindën 3 fëmijë të juaj, që jemi ne. U bëre baba dhe përgjegjësitë u shtuan edhe më shumë. Në Kosovë ishte situatë e rëndë për të krijuar mundësitë që ne të rriteshim pa skamje dhe pa probleme. Ti prap morre rrugën e gurbetit. Por rrugën e more sërish vetëm, pa nënën dhe pa neve. Asa e vështirë ishte ndarja. Dukeshim si të huaj, baba e fëmijë, por ne ruanim brenda zemrave tona, atë baban serioz, atë njeriu e drejtë me një zemër të madhe dhe me një humanizëm për njerëzit të tjerë. Ti ishe i dashur dhe i afërt me ne, në mënyrën tënde, me atë fytyrën serioze e me ato fjalët e forta që ne u munduam t'i kuptonim, derisa u rritëm dhe e kuptuam se baba na fol dashurinë në mënyrën e vet. Ti kur su lodhe së luftuari për njerëzit e tu të zemrës, që ti kishe pranë vetës, për ta dish baba ynë, sa krenar jemi me ty, që mundi yt ishte i pakursyer ndaj nesh. Ti na rrite pa lukse të tepërta, po me ngrohtësinë e sofrës bujare e shpirtit fisnik që ke ti. Edhe pse mbas një mungese të gjatë në pamundësi për të qenë bashkë, erdhi momenti i bashkimit tonë si familje. Ne krijuam mundësinë që të gëzojmë jetën, të krijojmë momente e kujtime të paharruara me ty,
sepse ti je ai që na mësove të përballojmë këtë jetë me dinjitet njerëzor, të jemi korrekt e të pranojmë jetën me njerëzollëk. Vitet po ikin bab, fytyra dhe duart e tua po mbushen me rrudha, por në zemër je gjithmonë ai që ke qenë, i ri dhe fisnik. Je një baba i mrekullueshëm. Tash je gjësh bab, dhe kjo është një gëzim më shumë për ty dhe ne jemi të lumtur që ti e ke përjetuar këtë ndjenjë. Të duam shumë. Albulena, Kushtrimi, Erjona dhe mbesa jote e vogël, Melia. Një letër që të prejko dhe po besoj me të drejtë. Mi ndojnë disa kujtime që e ke kështu me fëmijë, ndoshta nga ajo periudha që një kohë ke qenë shumë larg tyre, periudha e bashkimit. Shumë kohë kom hub pa fëmijë. Se u kanë zorë fëmija, u kanë pas babgjyshin e gjyshen, e kanë pas agjen, e kanë pas grunë e agjës, jenë rritë këtu pa problem, po mungesa e prindit. Edhe mua shumë mungon ajo pjesa që fëmijat vogël nuk kom mujtë me rrit vetë, gjata kom pas mungesa, dhe sot e marrveshi shumë një send të madhe kom hub, që kurse në zavansojmë. Ata përmes kësaj letre ti kanë shprehur disa fjalë mirënjohje, sa shumë ndoshta ata që kanë kuptuar dhe sakrificat e tua dhe dashurinë e tyre. Çka kishte dashur më u thonë ti diçka të treve? Mi thonë që i du shumë, i du pa mos, jam krenar për ta. Unë gjithmonë zemër i kom pasa dhe i du tipër, po ato që a kom hup, s'po mu i tash me realizuas. Kjo ishte letër nga diaspora për këtë javë. Ne bashkëshihemi javën tjetër.